kemi prishje në 61-shin dhe kalimin me Kinën. Hajdar Muneka, i cili ka qenë edhe ambasador i shkëlqyer Joni. I shkëlqyer, po njëkohësisht student. Edhe shoku im ka qenë, kemi punuar në radio bashkë, edhe iku shumë shpejt. Iku shumë shpejt, burri ndershëm, unë kam lexuar 2 librat e tij. Dhe në një bisedë private më ka thënë, ndryshe nga që besohet, ai kishte lexuar gjithë materialet. Enver Hoxha kam lexuar, ka shkruar për Kinën 2 libra që i kam lexuar jashtëzakonisht, analiza të prehta, shumë të prehta. Dhe thoshte një fakt që unë nuk e kam ditur dhe në fakt më ka lënë të habitur. Enver Hoxha deri në momentin e fundit nuk ka dashur të prishej me Kinën, por kur kinezët e vunë përpara faktit, do paguash çdo gjë si çdo shtet normal, domethënë për t'i treguar që këtu historia jonë mori fund. Atëherë ai thot Enver Hoxha bëri gabimin e vetëm diplomatik, thot që e kaloi në ekstrem, filloi ti shante, ti kërdiste, domethënë nxori ai damari i tij ballkanik, por nuk është e vërtet që kishte dashur të prishej me Kinën. Në fakt, marrëdhëniet me Kinën ishin marrëdhënie dashurie apo interesi? Dashurie nuk mund të them, ishin marrëdhënie konvenience, domethënë interesi. Sepse Kina nuk ishte në skem. Unë di mirë, domethënë që në vitin 60, madje që në 59, ka pas përpjekje të regjimit këtu për të hapur me perëndimin. Në pritje të prishjes duke që me Krushovin s'kishte më shans, dhe kjo u pa nga vizita e Krushovit. Mos harrojmë vizitën e tij këtu në Shqipëri, në 59. Unë kam qenë atëherë në klasë të parë fillore, kemi pritur, kam qenë diku aty ke Tajvani vërtet. Tajvani i thoshin përballë ushtarit, partizanit pa njohur, ka qenë një lokal, e aty e pritëm. Në atë vizit, ka qenë një vizit që shkoi shumë keq, siç proces verbalet e takimeve që e tregojnë, ku Krushovi i tha, lutem shumë, i tha Enverit, gjatë kohës që jam unë këtu, polemik me Jugosllavinë dhe me Tito nuk dua. Të lutem, mos është. Edhe Enveri, dakord tha, në fakt nuk bëri polemik, pastaj iku Krushovi, pastaj sa shkoi avioni. Problemi që aty u poqe përfundimisht që nuk ka të ardhme aq më shumë që Krushovi nxori edhe diçka tjetër, përveç bazës të nëndeceve, pa Karaburuni tha, ne vendosim raketat këtu, tha. Raketat që punë e rëndë, raketat atomike, sepse i kishë vënë, Amerikani i kishë vënë Pershingu në Itali, dhe aty ajo nuk është mirë pritur del nga Enveri, sepse dash pa dash ti beshe targeti një goditje bërthamore, që e gje e vogël, se ndryshe luftë konvencionale, po tani goditje bërthamore që, dhe kjo ka luajtur një rol, se kam dëgjuar pastaj edhe nga ish presidenti ndjer Ramiz Alia në një takim që përktheja unë me një delegacion italian, e përmendi këtë çështjen e raketave, që s'para dihet shumë kjo, por është në dokumenta, duhen lexuar. Madje ka dhe egzaltimin e generalëve sovjetik që e shoqëron. Dhe Enveri filloi që atëre hapjen, për shembull, një që themore kam lexuar nga një koleg italian, historian, bazë të arkivave të Ministrisë Jashtme italiane, që në 60-ën ka shkuar Bear Shtylla, ministri i jashtëm, në Itali, vizit. Here parë që ministër shqiptar shkon në Itali. Le më italian që s'kishar në njerë tek neve, përveç Qanos, fashizmit, mbas luftës nuk ishte ardhur asnjëri. Dhe thotë ky tani historiani thotë, papritur thotë, Bear Shtylla foli për forcimin e lidhjeve me Italinë, thotë. Dhe kërkoi që të fillojë me vendosjen e linjës ajrore Tiranë-Rom. Delegacioni italian thotë ngeli shushatur nga ky, një propozim që vjen nga një vend i izoluar, që ata e quajnë satelit kështu armiqësor, dhe që kërkon domethënë të hapet. Për çfarë viti bëhet fjalë? 60-ën.
Pa u prishur akoma baza e Pashalimanit aty. Po ishte në 61 që ndodhi pasaj edhe mbledhja e Moskës. Ishin akoma 12 në ndesë dhe gjithaj dispozitiv usharak. Dhe u mirëprit, ministri i jashtëm italian e mirëpriti e kështu, po s'pati përgjigje. Ata konsultoheshin me NATO-n, me aleatët e tyre, se këtu që problemi që implikoj çdo gjë me Bashkimin Sovjetik, këtu që problemi. Pra pati një përpjekje të tillë, pati një përpjekje për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara, pati një kontakt në Paris, me sa kam dëgjuar nga një diplomat i vjetër që s'jeton më, dhe për atë u mirëprit si propozim nga amerikanët, por nuk u dha përgjigje. Nuk u dha përgjigje, pikërisht se ishte frika që ne mund të ka konflagracion me lindë se e morëm Jugosllavinë, po e morëm në një kushte tjera para 20 vjetësh që në kushte të tjera, pasaj që e vend tjetër kuptohet. Kështu që atëre doli Kina. Doli Kina, ta themi kështu në gjuhë vulgare, xhaba. Doli Kina e cila e gatshme të i jepte gjithçka dhe ka dhënë. Mas 61-shit, më kujtohet në fushën ushtarake, që ne ishim të ndjeshëm se ishim akoma fëmijë në atë kohë, po kur u bë parada e vitit 1964, ka qenë një paradë, do me thënë që kemi parë si fëmijë, një muaj të tërë, provat generale janë bërë në orën 12 natës, vazhdonin deri në mëngjes, ushtria, mjetet gjitha, ushtria ishte pajisur me armë të fundit të prodhuara nga Kina në atë kohë. Më thonë ushtarakët, deri në vitin 74 ka qenë ushtri kompetitive. Ishte pa dyshim. Ishte. Pa e 64 për ne që unë edhe djalë ushtaraku i ndiqja këto, me thonë drejtë paradat, dhe ajo ishte një goditje e vërtet kërë ai parakalimi, do me thënë, që të them si ushtri Gjermane. Nuk e, doja ta thosha, po nuk e shumë. Ishte vërtet një gjë e jashtëzakonshme. Mund ta shikosh në YouTube, është vërtet. Problemi i prishjes pasaj është çfarë ndodhi. Tani ka disa faktorë. Mbas heqjes Limbiaus, eliminimit të Limbiaus 68, fillon që bie ritmi i furnizimeve. Limbiau ishte stalinist. Ai tani me sa duket Limbiau ka qenë që t'i jepet Shqipërisë gjithçka, domethënë, ka qenë i dorës. Edhe Mao Zedongi ka qenë. Çuen Laj ka qenë, po mirë po pasaj erdhi Deng Xiaopini që llogaritar, domethënë mas 71-shit erdhi Deng Xiaopini, se në 72-shin e 73-shin. Vdekjes Çuen Laj. E kthyer nga internimi, e kupton, dhe u kthye Deng Xiaopini dhe çdo gjë. Doli pastaj edhe një skem, një projekt kinez për një aleancë midis Rumanisë, Jugosllavisë dhe Shqipërisë, anti-sovjetike, domethënë që t'i bënte ballë, domethënë boshtit sovjetik. Edhe për këtë Enveri s'ka qenë se ka dalë hapur kundër kësaj, por ka qenë dhe kjo që kinezët nga 68 filluan të rimëkëmben, të shojnë më përtej Shqipërisë dhe ju afruan Jugosllavisë. Shkelën pikërisht aty ku Enveri ishte, po themi, ishte patologjik. Se çfarë ndodhte në Jugosllavi, shkonte, më kujtohet mua, shkoi Serafinos njëherë që kryepeshkopi i Athinës dhe i gjithë Greqisë, bëri një vizitë dhe doli të nesën artikulli çfarë do Serafinos në Beograd. Domethënë, punë e Jugosllavisë dhe e justifikueshme, duke parë edhe çfarë ndodh sot. Edhe aktivitetin e tyre, domethënë që ka qenë vërtet shumë dëmtues në raport me interesat tona vazhdimisht, dhe afrimi i kinezëve me këta, me Jugoslavët, ishte edhe kjo një arsye, duket që që pasaj dhe, po them edhe mas 50 vjetësh, edhe Enverit i duke i vetja tani që mund të jepte mend, e kupton, edhe lëvizjes komuniste botërore të tjera,
Po nuk e besoj që të jetë kjo në dritën dhe asaj, edhe të asaj që më tha profesori im, që s'është ideologjia, është politika që i prish shtetet, nuk i prish ideologjia. Jo, me sa duket ai e ka parë që shteroi burimi ekonomik, për gjë tjetër këta nuk më duhen, ka thënë dhe duhet studiuar kjo. Kjo vërtet duhet studiuar. Kjo duhet studiuar që për të mos lënë banalitete, siç kalojnë shpeshherë këto gjëra me banalitetin e radhës. Po. Profesor, ndërkohë në këtë periudhë kohet deri në prishjen në 70